Të ejnëten, Mazhoranca Ramameta e përmbylli sagën e mundimshme 1 vjeçare të kapjes së autoritetit të medias audiovizive për llogari të klient padronit mediatik të tyre, duke shkelur me 2 këmbë ligjin për përzgjedhjen e kryetarit Amës. Edi Rama i dha urdhër deputetëve dele bindur të votojnë ish drejtorin e Digitalbit, Gentian Sala, agent i klient padronit mediatik. Gentian Sala ka fshehur marrëdhënien prej punëmarrësi me Digitalbin, edhe në CV-n, në kurikulum vitae të dorëzuar në Komisionin e Edukimit e Medias, edhe në 2 dëgjesat para këtij komisioni në datat 21 korrik dhe 28 tetor të këtij viti. Kjo përbën një vepër penale dhe shkelje të rënd civile. Ne do ndjekim rrugën ligjore dhe apelojmë publikun, operatorët mediatike më gjerë, se kanë të bëjnë me një autoritet të paligjshëm dhe jo legjitim.